Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah al-Mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Allahu azza wa jalla falendrem. Salavat dhe selamat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam I dërgojmë. Të dashur vëllezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu ju shpërblet për ftesën, kryesinë e organizatës shoqatës Oaza e besimit, e juve si pjesëmarrës dhe si aktivist të kësaj shoqate, I cila mundohet në aktivitetet e veta të ketë edhe pjesë të edukimit shpirtëror, moral të njerëzimit, gjë e cila padyshim më së shumti I mungon njerëzimit. Andaj edhe qasja jonë në këtë ndeje, në këtë mezhlis do të jetë në këtë drejtim. Sot më njerëzimi nuk ka krizë as për teknologji, nuk ka krizë as për libra, nuk ka krizë as për orientim material dhe kështu me radhë. Krizën më të madhe njerëzimi e ka krizën e moralit, edukimit shpirtëror, dhe ajo mungesë shpirtërore gjithnjë paraqet placaritje në gjithë këtë imperi të madhe që është ndërtu nga plastika dhe zhvillimi modern, në mungesë të një elementi shpirtëror që ata gjithë e vërejnë dhe janë dakordu se është duke mungu dhe vështirë është me përmbushat zbrastir dhe pesaritje. Allah shpërbleft hoxhën për prezentimin, por unë vetëm e shoh këto vetëm si një ligjërat që e kumlon gjys vitin 2009 ose 10 edhe vazhdoj tani vitin 2025. Në këtë shoqëri kur e shoh Abdulkerimin pak më I zi sa unë, se dhe o ka farbita la ajo, ama janë hapa që I kemi fillu së bashku dhe gjithë kemi qenë të zi këtu, doktori, mashallah, qëto. Se dhja ma paka ma shumë se ona më qatë e ngatë. Që ta bën me dhjetë dashër vëllezër se jeta ymri kalon dhe ajo që mbetet është vetëm e vetëm puna e mirë dhe e hajrit. Këtë bisedë që duhet të zhvilloj, se s'ko marrë me majtë ligjerat në kuptimin e zyrtar që shpeshere në paraqitet në përmendjet tona, thjesht një përkujtim për vetën, pastaj edhe për gjithë juve, një zbrastir dhe një mungesë që gjithë na e vërejmë dhe ankojmë nga ajo në mesin e shumë zbrastirave shpirtërore, është mungesa ati komunikimit vëllezëror dhe njerëzor para se gjithash mes njerëzve. Gjdo sen ka muhabet s'ka, gjdo sen ka rahatlëk nuk ka. Shtëpia të mdhaja me salone luksoze, me kuzhina më të modernizuar me mysafir s'ka, muhabet s'ka. Dhe e gjithë kjo është një pasoj që ka dikun shkakun e vetë. Në këtë dunjo, për shumë gjëra ka shkak dhe pasoj. Shkak është diçka, pastaj pasoja mund të marrë mas 100 viteve, ama nuk du të më marrë me pasoje. Më marrë me analizën e shkakut, pse erdhi deri te kjo situatë, deri tek ky fenomen apo dukuria apo problematik që na jemi duke e përjetu dhe shiu gjithë së bashku. Andaj martova këtë ndeje arti I komunikimit. Komunikimi me njerëz është art në vete. Është shkencë në vete. Është ibadet në vete, para se gjithash. Se me I thonën për I fillimit ibadeti I vllaznillokut, shejtanit na ban cytje, është diçka që na e dime, du të me thonë pak në gjumë pak ma laike, që ndonjëherë na mi hap syt më shumë, që me kuptu se edhe shkenca
bazamentet e saj, do të thotë, në shumë sfera, sidomos në raport të edukimit shpirtëror, e ka referencën në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe në jetën e burrave të mëdhenj. Sa ata kanë qenë target të studimeve të shumë qendrave njerëzore në botë, se si kanë mujt për një kohë shumë të shkurtë dhe shumë të shpejtë, gjithë ato njerëz, ata si paraqesin gjithë ata njerëz me nënshtruar në një ideologji të re që ka nga dyshullin arabik. Askush si ka nënshtruar ata, gjithë sahabët vullnetarisht pranonin Islamin, madje pritnin në radhë me pranon Islamin, por është një art i komunikimit të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përdori dhe praktikoi gjatë jetës së tij, krahas për krahjes së tij me Xhibril dhe Kur'an, ai kishte artin e komunikimit me njerëzit. Dhe në saj të këtij raporti mund të hasni edhe fjalët e fundit të studionit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të shihni se çfarë komunikimi dhe çfarë mjeshtrie ka pas ky burr i madh në komunikimin e tij me njerëzit. Do të filloj me fjalën që e ka thonë dietari i njohur nga selefi, Yahya ibn Muadh rahimahullah, thot liyekun hadhuka minan nasi ala thalath. Thot le të jetë komunikimi i yt me njerëzit duke pas parasysh tre çështje parësore dhe kryesore. Thot e para, in lam tanfa'uhum fala tadurruhum. Nëse s'mundesh mi bo mirë, mos i ban keq. Nëse s'mundesh mi bo mirë, mos i ban keq. Përke s'dush me kon as shumë i mençëm, as shumë pare me pas. As dush me kon hoç, as dush me kon doktor i madh. Thjesht njëri nëse je në raport me njerëzit, nëse s'mundesh mi bo mirë, mos i ban keq. E dyta, thot nëse nuk mundesh me gëzu, mos e mërzit. Lënë 0-0. Nëse s'mundesh me gëzu, mos e mërzit. Dhe e fundit, thot nëse nuk mundesh me livdu, mos i gjej behana. Mos i gjej behana. Kur piknisja jo në raport me njerëzit do t'jetë i ndërtuar mbi këto tre shtylla, të gjitha referencën e kanë Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shqipe moske do të vim atë. Atëherë raporti jon dhe lidhja jon dhe komunikimi jon me njerëz do të jetë shumë më i shëndosh. Kjo në rrafshin ton familjar, për çat familjet më të copa se sot kur s'kan qenë, më të shkatrume. Se këto baza dhe kjo qasje jon komunikim me njerëzit tjerë, do të sjell një mirëqenie, qetësi shpirtërore, madje edhe psikofizike tek njerëzit, kur ta dinë se qasja jote ndaj atyre është kështu. Filane. Ki jam ban mirë, ja kur gjo së më ban. Jam gëzon, ja s'pako edhe së më mërzit. Ama ki me mujt me mëgzu dhe më gëzoje. Ose do më livdoje diçka, po nëse s'u më livdon, ki nuk më sham, nuk më ofendon, nuk më randon. A këshe pas dyshim, a ishe menu 2 herë me nejt me këtë njerë me pi kafe? Ja. Me gjithë qef këshe nejt me këtë njeri. Se dhe kur ta krysh takimin do të shkosh, s'dalin 100 muhabete, një libër s'del për ti, thash më thave, s'del libri, s'botohet libri, kundra teje. Andaj arti i komunikimit me njerëz, bazën e ka në këto 3 shtylla. Dhe njerëzit, me cilët të rinë, nëse i mërzit, nëse i bën dëm, dhe nëse i kritikon ato dhe flet për ato, nuk rinë më me ti. Po edhe nëse rinë me ti, shkaku i një interesit momental, ajo ndeje do tjetë shumë si përfaqësore dhe
e përkufizuar në saje të interesit momental. Rima derisa ta shite ujin të ti marrë parat, kryet ajo strema me ti. Dhe Yahya ibn Muadh rahimahullah, këto bazat e komunikimit i vendon do thotë në një kohë kur arti i komunikimit si shkencë dhe si mekanizëm, që sot këto gjitha studion në për administrata, në për shtetet mëdha dhe zhvillume, ka do të thotë edhe workshopa në këtë drejtim, vetëm që njerëzit më mësu me komuniku dhe me pas komunikim të shëndosh, se komunikimi i shëndosh mes njerëzve sjell edhe produkte shëndosh. Llogariteni në një fabrik punëtorët mos komunikojnë, mos kenë muhabet dhe të jenë të idhnuar mes vete. A mundet me funksionua ajo fabrik? Do të funksionon me shumë defekte, me shumë probleme. A mundet me funksionu një xhami me xhamat të përçall? Do të funksionon, do falet namazë, Zoti ka vulli, thëna në gjithve në fund, ama në vete, për njëri tjetrin do të thënë ati Allah i sa ban ka vu. Dhe sërë lëmi tjera dhe sfera tjera të jetës tonë janë të ndërlidhura mbi këto baza. Andaj, thot dietari i njohur Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, thot yenbaghi idkhalu sururi ala al-mu'mini. Shumë fjalë thjesht na duket, ama dietar kanë shku, ai ka disa tefsire të Kur'anit, ama e kanë shkëput këtë fjalë. Thot besimtarit i ka hije që vllahun e vet me gëzu. Bil kelami lejjini, thot me fjalë të buta. Me mohabete të buta, të mira. E pastaj thot wa du'a ilahu. Thot edhe me dua për atë. Me na pyet neve sa shetona. Këtë bim për provime. Kur na kena bo dua për një vlla, për një shok tonin. Na, unë të gjumon, bëj dua për vete, dhe bëj për fëmijët e mi, bëj për atë. Ama me në vetë, kur ki voti dua mas më tjerë për atë gjibesimin? Mati atë gjibesi. Iman është. A kupta? Shembol, ose një test, mini test ja bëjmë vetë vetës, se sa na e glizhojmë këtë, dhe sa e rëndësishme është duaja dhe fjala, kur një vllau ton do t'i themi, vallahi kam bo dua për ti. Vallahi kam bo dua për ti. Që Allahu me ta plotësu niks nevoje dhe qef, apo halli që e ka një vllai jone. Kjo në artin e komunikimit, do me thonë që atë njeri për cilën ti ke bo dua, subhana dhe pëso është hynore ajo lidhja, por krasës e lidhjes hynore, prej momenti që ti të regon se unë kam bo dua për ty, këtu më është një kujdes ekstra në nivel dhe një lidhje e veçant mes teje dhe ati. Atë më e ki ka vetja. Dhe ajë ty të ka për vete, mo. E vërej një artin e komunikimit që këtë thënje të Imam Abdurrahman al-Sa'dit, ndoshta 1 milion herë kena lexuar, kena ndëgjuar, por fatkeqësisht kur ta kalojmë ashtu na dhe nuk e fusim dhe nuk e klasifikojmë në vendin e vet si një art të komunikimit me njerëz, një moment që e përmend dhe i thu kam bu dua për ty. Që Allah me ta largu qatë breng, apo me ta ofru dhe me ta përshpejtu atë nevojë, çfarë do qoftë ajo. Kjo është më një kujdes në nivelet të veçantë dhe një lidhje që e ndërton me atë njeri që nuk është më sikur se lidhjet tjera dhe të mëparshme. E kam provu me përvojë me njerëz që kam njoft, kam pas shoqëni dhe vllazëllok, dhe në momentin që ka shku mendja më lut për ato njerëz, e që pastaj kam tregu se jam lut pashallahin atë njeri, edhe unë kum dosh më tepër, edhe ai më ka dosh më tepër. I më dosh edhe më herët, por i më dosh më tepër. Se dashuria nuk ka me kindhe. Ka çdo herë më tepër, dhe çdo herë ka vend në zemrat tona na më tepër mu dasht dhe komunikimin e mirëfilt me ndërtu më mirë. Çish komunikimin? Pse komunikimin e përmend ti hoxha këto?
Pa kur ta dush t'intereson, be, atë thiri, as thiri, ata qeli, as ta qeli telefonin, si dhnosh, mo. Kjo është komunikimi. Kur ti thush unë kam bo doa për ti, edhe unë ti të respektoj shumë, dhe kujdesem për ti, a i thirë 100 në telefon, ti si atë qeli dhe a i si dhnot. I mos folmi se njerë e thira s'ma qeli dhe më ja kom shi numër, në blok ja kom bo. Shifini, shkaku, pasoja. Shkaku, pasoja. Shkaku i që ati kujdesit momental, që ja ki shprej, ja ki tregu, ose iq mës mja shprej, iq mës mja tregu, me lachet atë dashni e mbjedhin të jo, se kur dun dy vlezër për Allah, a i lajmi i dashuris, se atyre me dy njerëzve, kjo moment shumë i rëndësishëm me përjetu o vlezër, dalëni, se kur dy vlezër dun me zveti, a i lajmi i asoj dashurit për i Zotit, a dini ku shkan? Te Allah. Allahu e din dhe e përmend dashurinë e atyre dy njerëzve. Ky moment që tek Allahu mrin lajmi jon, është hala më i madh si ndodhi sa fakti që na duhemi për Allah. Privilegj. Arti i komunikimit është marifet, është shkencë në vete që fatkeqësisht neve në mungon. Na mendojmë se e di makitën. Por pjesa akidës tonë është mu dash me muslimanët për Allah. Sikur që ka përmend Ibn Taymi rahimahullah kur ka folë për akidën e Sunetit dhe ka thonë wa nara al-masha lil-khuffayn. Ka thonë edhe shohmi që lejohet dhe mendimi jonë është se lejohet me marrë mest. Pse një tajfe devijume ka mohu mesti. E ka thonë që lejem me tregu se pjese e imanit dhe besimit ton janë edhe disa pjesës atjera që fatkeqësisht shpeshherë neglizhon dhe nënverson nga njerëzit. I ka thonë Abdulaziz ibn Umar djalit të vetë. Abdulazizit ka thonë ja buneja, idha sami'ta kelimete mri'in. Kur ta ndëgjosh se dikush ka fol diçka për ty. Thot nëse mundesh mi dhon kahje të mirë muhabetit ti, jepi. E nëse nuk mundesh mi dhon kahje pozitive muhabetit ti, hesht. Prej këtu i të fillon çdo përçarje në ummet. Kështu janë përçarje dhe sahabët. Prej këtu i të ka fillu përçarja e njerëzve më të mençëm dhe më të dijshëm dhe më të devotshëm se na. Çto llafët muhabetet që vijnë, që 99% llafët dhe muhabetet për njerëz i bën posta i Maqedonisë, apo? Jo, i bëjnë postjerë të shejtanit. Ajo është argati i shejtanit. Ai që vjen dhe të folë për njerëz, ai është i punësum fri falas të shejtani. Dhe shejtani atë shfrytëzon si postjer për me t'i pru llafet e këqija pi të filani. Shejtani ja ka dhënë premtim Allahut. Ai premtim është neve me na përça. Dhe për me arritë qëllimit vet, projektit vet, i ka postjerat e vet. Edhe ato postjerat vet i ka gjitha bronzhave. Shërëm të na në post punojnë vetëm postjert. Postjert punojnë të posta. Vetëm postjert e shejtanit janë edhe xhallar, edhe doktor, edhe agjiler, edhe baballar, edhe nonat, edhe vlat, krejt bronzha, këtë kategori të shoqërisë janë argat të shejtanit kur i bartin llafet se kush çka ka thonë, si ka thonë, kur e ka thonë, edhe e vërtet me qenë. Dini përderisa është llaf, është muhabet, ka thonë për ti, ka thonë kështu është gibet, apet o dallash. E të mos flasmi se rrugës edhe 99 që ti muhabetit ja shton shejtani. Andaj tha Sulejman e Darani rahimullah, thot kush
Kush largohet dhe nuk e angazhon veten me njerëzit, i jetë ko mu angazhu me vetë vetën. Vetë zhvillim. E zhvillon vetë vetën ai. Se në momentin kur së angazhot me të tjerit, ati jetë ko mu marë me vetë vetën. Andaj, Hafidh ibn Rajab e përmend, subhanallah, një ndodhi shumë të rëndësishme, thot kam has me ndejt me njerëz shumë devotshëm. Ibn Rajabi thot kam ndejt me njerëz shumë devotshëm, e thot kam mësu diçka pi atinve që më kalon shumë shpresa në jetën time. E ata më kanë thonë. I kanë thonë Ibn Rajabit. Kina ndejt me njerëz që kanë pas shumë të meta. Kanë qenë njerëz shumë të këqij. Përvoj, kjo është veç zhvillim. Kjo është përvoj. Që ata kanë tregu Ibn Rajabit. Që libri i tij Jami'ul Ulumi wal Hikam është libër, nuk mundesh më bëj hoç pa lexuar librin e këtij njerit. E thot Ibn Rajabi, ka thonë ato kina nejt me njerëz që kanë pas shumë beone, shumë të këqija. Ama kur si kanë përmend këqijat e tjerëve. E Allahu ua ka përmisu gjendjen që janë bon nga njerëzit më të mirë dhe më të dalluar me kalimin e kohës. Dhe thot kemi ndejt me njerëz shumë të mirë. Evlia, takva që themina. Kanë fillu mu marë me të këqijat e tjerëve, s'ka kalu shumë kohë që këto njerëz janë bo koka e të keqës në vendin tonë. La ilaha illallah. I ka sprovu Allahu me të këqijat e njerëzve që i kanë përmend. Me të këqijat e njerëzve që i ka përmend. Andaj tha Imam Ahmedi rahimahullah, tis'atu ashari muru'ati at-taghafulu. Subhanallah. Thot jeta dhe lumturia në këtë jetë i ka 10 hise, 10 kategori. Thot 9 prej tyre kategorive është mu bo të natë që themi mu bo që s'pashe s'nita. Thot një hisë është diçka tjetër. 9 në qiket hi. Të gaful të na më shkupi thënë mu bo tasha. Adi? E nita ma bismillah për një bardakuj. Botës e ka një. E pash e këthen krim botës e ka pa. Që kësë i thënë të gaful. E din, ama botës se nuk e din. E thot Imam Ahmedi, që kjo mu bo se nuk ke pa dhe nuk ke një, është qelësi i lumëturis në këtë dunjo. është qelësi i lumëturis në këtë dunjo. Andaj poeti i njohur arab, thot në poezinë e tij të njohur, që më la dhe nuni, edhvëmu nësi anaën aswa'uhum khuluqan. Thot njerëzit që janë me vujtje kronike, janë pikërisht ata të cilët kanë moral të keq, merren me njerëz. Këto janë të smut me smuje kronike. Sa që thot poeti në një poezi tjetër, thot njerëzit që vdesin me vdekje më të rëndë, janë pikërisht njerëzit që flasin për njerëzit tjerë. Këto vdesin me vujtje, me hjeka, se nuk mundën asnjëherë me gjetë atë perfeksionizmin që e kërkojnë tek njerëzit tjerë, a realisht ajo kërkesë, ajo hulumtim tek të tjerit shkatron vetveten e tyre. Andaj dhe Nuni thot në poezinë e tij, thot këto janë njerëz që kanë vuajtje kronike, i çpandal, dhe me dhimbje të mëdha. Doktor, kush është doktori? A është të ditë me kallëzu kronike ajo? Edhe afizi doktor, a? Po, edhe doktor e temi, kush ka regji? Anestezolog. Ai kur të folëm shtin gjumë se anestezolog ajta. Ai që shtin gjumë masalet bëjnë çka dojnë ato doktorët. Këto e njerëzit që kanë vujtje shpirtërore edhe kanë një jetë të errët të keqe që s'mundesh me imagjinu. Erdhën te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
sahabët radhiyallahu anhum dhe ja ban një pyetje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thanë, ejun nasi afdal. Ç'është? Mendoj mos pyetja ka më na shku neve, a ne voç si më bëu më mirë. Ama shtash s'po folmi si më bëu më mirë, fal 5 vakt namaz, agjëro, jo në artën e komunikimit me njerëz. A çfarë ka më rëndësi kjo? Sahabët radhiyallahu anhum hadithin sahih pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ejun nasi afdal. Shifeni pyetjen. Kush janë njerëzit më të mirë? Nuk thanë ahkem, më të urtë, as alem, më të dishëm, as etqa, më të devotshëm. Jo. Kush janë njerëzit më të mirë? Afdal. Në mesin e njerëzve e të fadhullës min gjinsin nëu, e thënë. Në kush është më i mirë në mesin e njerëzve, si njeri këtu. As si hoq, si në të lip ma hoq, as ma doktor këtu si në të lip. I në të lip insan, kush është ma insan? Që kjo është arti komunikimit? Që njerëzit mi trajtu së pariher si insan. Së pariher njeri. Insan nëk. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu mahmumin qalbi saduqil lisani. Tha sicili i cili është mahmumul qalb, ky lafsh rallë përdoret edhe në gjuhën arabe. Sicili njeri i cili është me zemër të mirë, saduqul lisan, dhe me gjuhë të pastër. Tha ja Rasulullah, saduqul lisani e dim çka është. E dim çka do me thonë me gjuhë të pastër. Që kjo mahmumul qalb, çka do me thonë ja Rasulullah? Sahabët lipën koment. E kham me shej e khummuhu, është kur e merr tavolinën edhe e pastron. I thut kham me lbejt mahmuma, kur shpinë e ban pastrim general. Mahmumul qalb, çka do me thonë kjo? A i cili zemrën e vetë ka pastrum, nga urejtja, mendjemasia, zilia nda njerëzve. Po që kjo o gjosht, keti kina ma i që dënë një tjetëre. Kreti kina një kjerë me blej, ketë katuni, ketë mohala, ketë familja, që në kontën me droge ka blej. Kreti kina, ama një shpije këmë bon, kur kuj s'ka me ma bo për hajrë. Gjysë kur me ma morë parët për gjepit. A jam të ditë me thonë të qka ka me kam vëzni? Që kjo është mahmumul qalb, është taj njeri cili qëto siguresat e zilisi ka gjekë. Si ka. Kanë të shofe mirë. Hajde përra, mashallah. Po ku jeve vlave, s'kum papi mati. Ka mërë mande. Që kjo është? Kanë të shë mirë, gëzotë. Pejgamberi sa me komentoj, çka do me thonë ai njeri cili e ka pasur zemrën. I ka ek bubat. Mikrobat që i kanë zemër, i ka ek si kanë. Që kjo është njeri mahmumul qalb, njeri i cili e ka pastru zemrën, e ka la. Shifeni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o konën mahmumul qalb ma'nan edhe hissan. Edhe në ma'na edhe për një me. Për çfarë Xhibrili alayhis salam 2 herë e ka operu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ka çel gjoksin e ka nxjerr zemrën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me një sahan, ja ka lënë me ujë zemzemi, apo ta ka kthi zemrën në vend. Dhe gjurmët e hapjes së zemrës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i përcjellën Enesi radhiyallahu anhu. Dhe 2 herë kanë lënë zemrën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për një me ka nxjerr e ka lënë Xhibrili alayhis salam. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum." Fa ala ukhbirukum biman yuharramu ala an-nari wa biman tuharramu alayhi an-nar. Sa sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a doni më u tregu unë juve që ai i bëhet haram zjarmit dhe zjarmit i bëhet haram ai njeri. Hadithet në këtë konotacion që janë yuharramu alayhi an-nar o yuharramu an-naru alayhi janë të ralla në llojin e vet.
Rallë përmendet hadith që ki bëhet haram zjarmit dhe zjarmit i bëhet haram kë. Dhe janë për disa kategori të veçanta të njerëzve. Dhe pikërisht për njerën i cili ka art në komunikimin e tij me njerëz dhe kujdes të veçantë ndaj njerëzve, është njeriu i cili i bëhet haram zjarmit dhe zjarmit i bëhet haram me djeg këtë njeri. Në dy vija. Pse? Pse komunikimi me njerëz është ti dhe ai. Andaj edhe ti i bosh haram zjarmit edhe zjarmit i bosh haram ti. Se ka dy palë komunikimit. Se nuk mundesh me thonë jam të mirë me Allahun e me njerëzit që më intereson. Nuk mundesh me qenë mirë me Allahun azza wa jall nëse nuk je mirë me robët e Allahut te bareke ve taala. Se tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam antum shuhadaullahi ala al-ard. Ju jeni dëshmitar të Allahut në tokë për njëri tjetrin. Dhe dëshmia juaj është dëshmi e pranuar tek Allahu te bareke ve taala. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Tha ky zjarmit i bëhet haram çdo njeri i cili është karib, i cili është i afërt me njerëzit. Nuk e man vetën nalt. Ajo është i afërt, është ku janë njerëzit. Hayyinin sahlin. Në shqip është ai i cili është i lehtë. Se tu dijat janë sinonime, edhe pse këto dy sinonime kur përmenden bashk, hayyin edhe sahl është njëjtë, por kur përmenden bashk kanë dy kuptime. Në gjuhën arabe rregullore është idha kurinet il mutaqaribat iftarakat. Andaj dhe fjala farz dhe vajib kur përmenden bashk kanë dy kuptime. Kur janë veta vet kanë njëjtin kuptim. E këtu thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çdo njeri i cili është i afërt, është modest, është i thjesht dhe është i lehtë, është një njeri të cilit njeri i bëhet haram hyrja dhe djegja me zjarm të xhenemit. Ky është shpërblimi i atij që është i lehtë me njerëzit, është falës me njerëzit, është modest me njerëzit, është i thjesht, është i rëndomt. Dhe vallahi shpesh herë një gjesti jone dhe një qëndrimi jone që na e llogarisim si qëndrim tonë bëhet shkak dhe sebeb që dikush njëherë në jetë që i jepet shansa me ndëgju një fjalë të Allahut që na ta privojmë nga dëgjimi i asaj fjale të Allahut. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.